Hey guys, përshëndetje. Ciao guys. Po ikim tek shtëpia më të Almës sepse ka ditëlindjen Noemi dhe ne jemi kundra dritës. Do dalim kështu që dalim bukur te videot. Edhe po ikim, baba Maril do po parkon. Arli. Edhe do i marrë me vete disa fragmente. Po presim baba që parkovi, t'ju tregoj pak outfitin tim, është ky. Si ti paliçeti. Toni. Li, Mimi. Tanti adulli. Mimi. Kemi dalë asnjëherë, kjo është një nga mikeshat e mia të zemrës. Hey guys, si jeni? Unë jemi përgati gjithë dhe ikim prapë në det, siç po ta thënë, shkojmë në det. Nisemi. Ciao mami. Charlie. Ciao. Lelly boy, siamo zeituni. Un po' poi no. Dammi la manina. Hajde dritt. Dritë më. Sot kam edhe shpirtin tim tek deti, se jo dje për dje më ngovi se ishte tek shoqja. Sot është dhe biri mamit me ne, drita ime, shoqja ime me mire zemrës time. Njerëz dhe koka dhe iku, më kalovi. Orli. Nano, Orli. Orli. Ke dalë gjiro me nenën sot, e? Mejnë e lek nene, sot blejnë e një gjë. Mama, këllë ragazza sembra. Njërës dheja të bleja të rozin, po pasaj ndryshova mendje, nuk e di pse. Kush janë këta gjuna du? Kush? Shiko e bërë po për së vitru. Foto. Janë zorri panolinit. Pelikon e bjurë. Ma la ku. Sa bukur. Kemi të shkë. Do vim me mami, do bëjmë pushime këto. Po, ja, hëtë bëjmë valizës, hajde. Është e vërtet, moj, do vim një 3 javë, do vim në shtëpi, do bëjmë valizën, do vim këtu, do bëjmë sikur jemi në pushime. Si që thamë, do vim pothuajse ditë për ditë në det, sepse na bën mirë si familje, por sidomos Arlit, që marrim pak jodja. I mirë do ishte të vinim gjithë herët, por që në pa mundësi, atëherë vim darkë.
Është shumë qetë, ka shumë pak veta, edhe është pothuajse ditë. Që kështu edhe frynë goxha herë. Sot kam marrë dhe mamin, pasi i dhembin shumë këmbët, dhe tha që ka dëshirë të vinë të pësim pak këmbët në ujë e krip. Ujë ti që është? Bërdi kam sot, hajde te. Dera ti e do më thënë, kur vi në det, është diçka tjetër, qetësi, rehat, paqe. Këtu është ku vërtet shpirti gjem paqe, të dallët e detit. Ja, nuk e di çfarë të them, por që është jo. Ami. Kujdes se njohësh, mam. Arli! Njerëz, është ora 12 e natës, 12:30 minuta. Amari do fleti që kur erdhëm nga deti, kur s'tash ç'a bëjnë këta. Ky hëngri bukë në orën 12 natës. E kuptoni juve? Dhe unë mua më duket vetja sikur jam bari me dele. Okej, sigurisht që Do flini gjumë juve? no, ma. Do flini gjumë, Arli do flesh nani. Okej, sigurisht që shkretën. Shikoj që ka Arlin. Që qa bënshe? Shëqyr që s'kemi komshim poshtë. Ua, ja futi murit ajo. Çmendo se tash murit. Shëqyr që kam vend tapeti. Ua, Arli, njo qik mamin. Pasta. Shko, karate. E brave qunin më. O jetat e mia. Edhe thon pasaj pse gdhijemi në orën 10. O Arli, u vrave mama? Hajde ta shikoj mami. U vrave ti shpirt, hajde ta shikoj mami gishtin. Unë vrave këtu. Ka kapur 5 minutë që darkë. O dashuri. Dashuri mama. Ajde, hajde kërcen. Mami, në të go. Çfarë është ajo? Ço te këmbas derës ujtin mama? Okej, lera të se çon mami se shërën.
O, Arli, qa është ajo më? Ajo është roboti. Vetëm se robot... Ajo është... Jo, mami, jo, Ami. Ami. O, Ami. Mos më duhet të fut gjëra nga në garazh. është roboti. Kemi marrë robot njerëz. Arli, do lajnë roboti. Do lajnë. Do lajnë do fshin shpinë. Që dhe? Na më ti bro, na. Dhe kjo më duhet? Dhe kjo më duhet personi. Hey guys, ju prezentojmë blerjen më të re të shtëpisë tonë, që është roboti. Dhe ja kemi vënë me emrin Alessia. Dhe Arli është afeksionuar shumë. Rri e shikon, ullet dhe e shikon. Fshin edhe lanë. Guarda në atë më të putë të supi. Përshëndetje, jemi nga dita e premte. E kam hapur këtë vlog, ka qenë ditëlindja Noemit, që ka qenë data 24. Edhe jemi tani që duhet jetë data sot 27. Edhe kam filmuar pakës tek ditëlindja Noemit, pastaj që kemi shkuar në det, që ka ardhur dhe mami im kësaj radhe. Edhe pak nga shtëpia, e kemi filmuar edhe faktin që na ka ardhur roboti, blerja më re për shtëpinë tonë. Edhe tani është drek, diku tek ora 12 çik. Edhe po gatuaj për Amarindo dhe për fëmijët. Edhe tjetër që do t'ju thosha, që faleminderit që më suportoni, faleminderit të gjithë atyre që bëjnë subscribe te kanali im. Shumë shpejt kemi për të pasur një video shumë të bukur. Mendoj se videon jo këtë që po xhiroj tani që ju do ta shikoni, por tjetrën. Mendoj se do ta publikoj nga e marta ose në mërkure, nuk e di, por që do jetë shumë bukur, ndryshe nga videot e tjera. Edhe po. Desha t'ju falenderoja dhe desha t'ju jepja disa mendime ose mesazhe për sa i përket të gjitha atyre vajzave, nënave, kudo që janë në botë, që mos të dorëzohen çfarë do lloj problematike i sjell jeta, çfarë do lloj sfide i sjell jeta, që mos të dorëzohen, sfidat jepen për një motiv, mbas çdo stuhie ka diell dhe në qoftë se e ndjeni veten në një tunel shumë të errët pa dritë, ka dritë në fund tunelit për të gjithë ne, thjesht durim, forca, mos të dorëzoni, edhe çdo kush prej nesh ka një forcë interiore të brendshme që akoma askush prej nesh nuk e di që ka deri në momentin që sprovohet. Që kështu nuk jeni vetëm, mos u mbyllni ndër vete, flisni me njerëzit që ndiheni mirë, qoftë nëna, babai, motra, vllai apo edhe një mikesh zemre, ndajini problematikat e juaja, se vetëm ta flasësh do t'i bëjë të ndiheni më mirë, edhe duke pasur një ide të dikujt tjetër, mbase do t'ju hapin një ide, një rrugë, një mendim që kështu mos rrini të mbyllur, mos mendoni gjëra negative. Çdo sfidë, siç e thash, është për një arsye. Që kështu merrni sfidën tuaj si një bekim nga Zoti dhe luftojeni fort atë me buzëqeshje, edhe do ja dini. Në qoftë se kam ndaluar, do ja dini edhe ju. Që kështu unë nuk kam asnjë gjë më shumë se ju dhe asnjë gjë më pak se ju. Luftoni fort për veten tuaj, se nuk e bën askush për ju. Edhe duani jetën, shijojeni atë, ndërkohë unë kam edhe aparelluar tavolinën. Po bëj gjithashtu dhe makarona për Amarilisin, bëra dhe për Arlin. Të hajmë drego njerëz, edhe nuk e di sa i shkurtër apo i gjatë do jetë ky vlog, por di t'ju them që edhe unë kam kaluar 1-2 vite jetës time shumë të vështira, që vetëm unë edhe Zoti atje lart e di çfarë kam kaluar, çfarë kam ndjer, por që Zoti di ka vërtet këtë sfidoka, sfidon ata që vërtet munden, sfidon ata që i don fort, edhe
Ja ku jam pas 2 vitesh që lulëzoj më shumë se para 2 viteve. Fal këtij birit tim këtu. Se çikaj guys. Nuk fare bilitina. Okej. Ik te krevati, se do të veqë mami panelinin, edhe do të veshë mami shumë roba të shkurtë. Okej. Do t'i do. Hajde. Okej guys, diku këtu do t'ju lë. Nuk e di si që thash sa do zgjasi kjo video, por që do t'ju marri në vazhdim që se të vazhdoj video, se jo, mas më ndërpritet aty, nuk e di. Janë ollim, po të nuk të pëlqenjë. Shkojmë të Marli.